Gjua shqipe përtej kufinjve vazhdon të jetojë fal përkushtimit të mësuesve që u përcjellin brezave të rinj, kulturën dhe identitetin shqiptar. Në Brezovic u zhvillua edicioni 19 i seminarit mbarkombëtar të gjuhës shqipe në diaspor, ku mësues dhe përfaqësues institucionesh nga Shqipëria, Kosova dhe diaspora diskutuan për sfidat dhe të ardhmen e arsimit jashtë vendit. Sfida kryesore është koha. Është përpjekja private personale që bën gjithë secili prej mësuesve, janë mundësitë ekonomike të çdo mësuesi dhe mundësitë, do të thosha mundësitë që na lë ambientin në të cilin ne funksionojmë. Një sfidë e madhe është edhe qasja e fëmijëve shqiptar ndaj kurseve tona, sepse ne nuk kemi kurse të institucionalizuara. Jemi një organizatë e cila funksionon vullnetarisht. Sfidat kryesore janë nxënësit, mungesa, numri i vogël i nxënësve, se për mësuesin nuk është kurrë mjaft numri mjaftueshëm i nxënësve. Për mësuesit e diasporës, seminari është një mundësi për shkëmbim përvojësh dhe diskutim të sfidave të mësimit të gjuhës shqipe. Për mikrofonin e Radio Televizionit Shqiptar, ata kërkojnë zgjerimin e mbështetjes institucionale për shkollat shqipe. Ne kemi mbështetjen e institucioneve, kemi librat që kemi në dispozicion, materiale të ndryshme multimediale. Mësuesit e diasporës kanë nevojë edhe për trajnime super profesionale, sepse ne nuk jemi mësues lindur aty ku jemi. Në momentin që bashkojmë forcat, në momentin që bashkë bisedojmë në vetvete, në momentin që nxjerrim të gjitha gjërat e nevojshme të cilët i duhen organizimit sa më të mirë të gjuhës shqipe, padyshim se suksesi nuk mungon. Përfaqësuesit e Ministrive të Arsimit dhe të Kosovës vlerësuan rolin e mësuesve në diasporë dhe theksuan angazhimin për forcimin e mësimit plotësues të gjuhës shqipe. Bashkëpunimin me institucionet të Shqipërisë i kemi jashtëzakonisht të mira. Bashkë kemi përgatit kurrikulën në mësimit plotësues, i kemi tekstet, i kemi avatarën e përbashkët dhe në realizimin e seminarit, domethënë si një prej aktiviteteve më të rëndësishme për mësuesit, kemi mund të bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe funksionojmë shumë mirë kur bëhemi bashkë. Ka vite që ne që nga viti 2015, kur ne kemi bërë marrëveshjet me 22 vendeve për mbështetjen e këtij mësimi, ne kemi ecur përpara me kurrikulën e përbashkët. Pra ne kemi një kurrikull të përbashkët të mësimit të gjuhës shqipe në diasporë, që e kemi bërë pikërisht në bashkëpunim të dy vendet me grupe pune të përbashkëta, dhe është nënshkruar nga ministrat e arsimit të dy vendeve në vitin 2018.